Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Pas ekspertizës deli vërteta e vdekjes së Shpat Kasapit, nuk është ajo që ne dim. Ahmet Kalaja, imami i njohur, ka reaguar me një ton të fortë në rrjetet sociale, duke shprehur pakënaqësinë e tij ndaj mënyrës se si mediat kanë raportuar lidhur me kthimin e trupit të ndjerit Shpat Kasapi në Shqipëri. Në postimin e tij, Kalaja akuzon median për mungesë transparence dhe për faktin se nuk kanë dhënë të gjithë të vërtetën lidhur me përpjekjet që janë bërë për të mundësuar transportin e trupit dhe organizimin e varrimit. Ai thekson se informacioni që është shpërndar ka krijuar një perceptim të pasakt në publik dhe ka lënë jashtë disa detaje të rëndësishme, të cilat sipas tij kanë ndryshuar thelbësisht mënyrën se si interpretohet gjithë procesi. Reagimi i Kalas vjen vetëm pak kohë pas deklaratës publike të familjes Kasapi, e cila kishte falenderuar hapur iglitaren, duke i cilësuar atë si personin kryesor që kishte përshpejtuar procedurat burokratike në Itali, duke lehtësuar dhe mundësuar që varrimi i Shpat Kasapit të realizojë brenda një kohe shumë të shkurtër.